Arpushimi i kërkuar nga presidenti Trump është mjaft delikat, është mjaft i prisht, megjithatë duket se të dy palët me shumë përpjekje, me shumë stërmundime po arrijnë të bëjnë kujdes për ta mbajtur këtë arpushim. Britja deri tek arpushimi ishte një situatë komplekse dhe një situatë që u zhvillua, do të thosha unë, me mjaft administrim për shkak të ndikimit maksimal të politikës amerikane si mbi Izraelin ashtu dhe mbi Iranin indirekt nëpërmjet Katarit. Dhe çfarë ndodhi dje me sulmin e Iranit kundër bazës amerikane në Katar, ishte një reagim i pritshëm, ishte një reagim, le të themi, i cili nuk pati asnjë pasojë, pra nuk pati asnjë dëm njerëzor, asnjë dëm material në bazën amerikane. Siç presidenti Trump e konfirmoi mbrëmjen e djeshme, ishte një reagim për cilin pala amerikane ishte njoftuar. Pra ishte krijuar një tërkëndësh komunikimi ndërmjet Iranit, Katarit dhe Shtetet Bashkuara, për shkak se Katari është një shtet i cili ka marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara dhe gjithashtu marrëdhënie shumë të mira me Iranin. Në këtë mënyrë Irani i goditur prej 11 ditësh nga Izraeli dhe i goditur me një sulm shumë të rëndë nga Shtetet e Bashkuara me avionet B-2 dhe me bombën antibunker, duket se ju la në një farë mënyre mundësia për të bërë një hakmarrje, thonjza, një hakmarrje krejt e pa vlerë, krejt pa asnjë lloj dëmi, por thjesht një goditje simbolike. Dhe me të kryer kjo, presidenti Trump shpalli publikisht se tashmë ishte koha për paqe,